Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në gjimnastratën e vitit 2026. Falenderoj zotin Ylli për prezencën, kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, drejtoreshën e drejtorisë arsimore Shkodrës, zotin Bisela Kadia. Gjimnastrata është një typ i rrallësi që zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Tashmë po bëhet një traditë. Gjimnastika i bashkon njerëzit, sporti i bashkon, edhe kjo është rëndësia e gjithëve që futen nëpër palestra dhe bëjnë palestra. Shkollat, këto fëmijë janë e ardhmja e çdo ekipit të çdo sportit, jo vetëm për gjimnastikën, por këtu fillojnë bazat që merret mësimet e para për të bërë sport. Gjimnastika është përçuesi kryesor, nga fillohet gjithçka, është aja e të bërë sport. Kush fillon me sport, bën gjimnastik. Kjo aktivitet bëhet në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, me bashkinë Shkodër, mbështetjen e bashkisë Shkodrës, të cilët në çdo moment kanë pranë federatës, e kanë mbështet gjimnastikën shkodrane edhe shqiptare. Unë i uroj të gjithë pjesëmarrësve që të kalojmë një ditë gëzueshme, të mesim ky aktivitet kaq masiv dhe kaq i bukur, të mbetet në mendjet e gjithë fëmijëve, edhe ta shkëlqyejmë këto momente. Edhe ju uroj një divertiment sa më të këndshëm edhe ta kaloni sa më bukur. Të dashur sportistë, trajnerë, ju prindër që keni ardhur sot dhe keni mbushur këtë pallat sporti, i nderuar kryetari i bashkisë, presidenti i federatës së gjimnastikës, shoku dhe miku im Leonard Lulej, që i ka dhënë një ndryshim rrënjësor këto 5 vitet e fundit gjimnastikës, që është një sport prioritar për Komitetin Olimpik dhe për lëvizjen olimpike në shkolla. E nderuar drejtoresha e arsimit Shkodrës, shefi i klubit Vllaznis, sot është një ditë e rëndësishme për lëvizjen olimpike, jo thjesht për të mbushur një pallat sporti, por të dhënë një mesazh shumë i rëndësishëm për prindrit, që t'i sjellin fëmijët e tyre po pranë sportit, më pranë këtyre palestrave, se do të jenë më të shëndetshëm për veten e tyre, për familjen dhe për shoqërinë. Sporti i gjimnastikës është një sport i rëndësishëm për gjitha sportet. Asnjë sport nuk mundet të bëj pa bërë ushtrime gjimnastikore, pa bërë dhe atletik. Janë dy sportet, mbreti dhe mbretëresha e gjitha sporteve. Prandaj, si presidenti i Komitetit Olimpik, dua t'ju jap një lajm që qeveria shqiptare për 4 vite rresht i ka dhënë Komitetit Olimpik një projekt në lëvizjen olimpike në shkolla për voleboll dhe për basketboll, ku këtë vit dhe një ekip i Vllaznis për djem në basketboll ka dalë fitues në Republikë për sa i përket ekipeve sportive në shkolla. Por sporti nuk bëhet dot as në Komitet Olimpik, as në federat, por sporti bëhet në bashki, sporti bëhet në shkolla. Prandaj dua ta falenderoj kryetarin e bashkisë së Shkodrës, shokun dhe mikun tim Benet Beci, që i ka dhënë një mbështetje dhe një gjallëri lëvizjes olimpike në këtë qytet, duke pasur vjet qytetin europian i sportit, ku kemi bërë aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare për të promovuar sportin, turizmin dhe vlerat e këtij qyteti të jashtëzakonshëm. Dua t'ju uroj suksese në ardhin punën tuaj, dhe vjet unë kam qenë në këtë gjimnastrat, po këtë vit që ka akoma më bukur, pas ka më shumë njerëz dhe më shumë pjesëmarrje. Ju uroj suksese dhe të fitoj kush është më i miri. Ju përshëndes të gjithëve në këtë atmosferë të jashtëzakonshme. Të them të drejtën, kur nuk kam parë kaq shumë fëmijë dhe të ri kaq të bukur, kaq të gëzuar, kaq energjik, kaq fizikisht të përgatitur. Dhe këto, me sa e kuptoj unë, e bën vetëm ajo që bëni ju. Gjimnastika krijon një mrekulli tuajën, që ju t'jeni sot fëmijë të shëndetshëm, fëmijë dhe të ri me energji, dhe të na sillni dhe ne këtë kënaqësi, energji në qytetin tonë të bukur që e don shumë sportin. Jam shumë i lumtur sot që kam në krah presidentin, një nga supportuesit dhe mbështetësit të sportit gjithkund, por veçanërisht dhe në Shkodër, dhe presidentin e Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, miku Nardi, i cili gjithmonë më surprizon me mënyrën se si organizon këto evente kaq të mëdha. Kështu që është fat i madh që në një qytet si Joni, me një rinit mrekullueshme si qeni ju, me
profesor e tradit të sportit si që kemi dhe që kalojmë nga brezat, ta qojnë dhe mëtej. Ju inkurajoj shumë të punoni fort, do ju mbështesim shumë, do punojmë shumë, që këtë atmosferë të mrekullueshme që keni kryu sot në Pallatin e Sportit, ta kemi gjithmonë dhe kudo në Shkodër. Ju uroj që të gjithve suksese. Përshëndetje nxënës, mësues, prindër, zoti Ylli, faleminderit që jeni gjithmonë prezent në organizimet tona. Zoti Beci, shumë faleminderit për mbështetjen dhe veçanërisht duhet përshëndet zotin Nard Luli, që është ai që i dha jetë gjimnastikës. Ne po organizojmë gjimnastradën që tashmë e kena fut në rrugën e traditës dhe besoj është një traditë që do vazhdoj gjatë. E gjithë kjo është ajo që ka sporti bën. Vërtet sporti na bashkon, na frymëzon. Është e rëndësishme masivizimi i sportit dhe ky masivizim nuk mund të ndodhë pa bashkërëndimin e gjitha institucioneve që vazhdojnë dhe e mbështesin. Komiteti Olimpik me krijimin e ekipeve sportive në shkolla, Bashkia Shkodër me investimet e vazhdueshme në terrenet sportive që janë prioritare për zhvillimin e sportit dhe veçanërisht ditën e sotme Nardi për këtë organizim ose bashkëorganizim që kena bë, që ka mbledhur së bashku ekipe nga gjithë Shqipëria për edhe shkollat e qytetit të Shkodrës. Unë i uroj shumë suksese skuadrave fitues për pjesëmarrëse, qytetit të Shkodrës, por veçanërisht skuadrave të gjimnastikës që kanë ardhur nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Ajo që bën sporti është ky, bashkon të gjithë institucionet, njerëzit, shkollat, mësuesit, prindrit në një organizim të tillë që gjithmonë e më shumë do përmirësohet dhe do prioritizohet në organizimet tona. Suksese gjithëve!